Namazi nafile. Në këtë video prezantim, do të tregojmë për rëndësinë dhe vlerën e namazit nafile, gjithashtu edhe kohën se kur mund të falet ky namaz dhe si falet ai. Namaz nafile apo namaz vullnetar, do të thot namaz i cili kryhet jashta namazeve fars dhe wajib. Ai që bën nafile namaz shpërblehet shumë tek Zoti i Madhërisëm, kurse ai i cili nuk bën namaz nafile nuk ndëshkohet. Nafilet janë ligjësuar për të plotësuar mangësitë nga farzet që mund të ndodhin, sepse njeriu sado që të mundohet, patjetër të ketë të meta ndonjëherë gjatë namazeve farz. Ebu Hurajra radiallahu anhu transmeton se i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: gjëja e parë për të cilën njerëzit do të merren në llogari në ditën e gjykimit është namazi. Zoti ynë do të thotë melekëve: megjithëse ai e di fare mirë, kontrollojeni namazin e robit tim dhe shihni nëse ai e ka kryer atë me përpikshmëri apo e ka lënë pasdore. Nëse ai e ka kryer atë me përpikshmëri, do t'i shënohet në veprat e tij të mira, por nëse ka qenë neglizhent ndaj tij, Allahu do të thotë: shihni nëse robi ka falur ndonjë namaz vullnetar. Atëherë nëse ai do të ketë kryer ndonjë namaz të tillë, Allahu do të thotë: plotësojeni mangësinë e namazeve të detyruara të robit tim me namazet e tij vullnetare. Edhe në këtë mënyrë do të gjykohen të gjitha veprat e tij. Namazet nafile ndahen në dy grupe. Grupi i parë janë nafilet të cilat janë të lidhura me namazet farze. Këto janë sunnetet të cilat falen para ose pas farzeve, si për shembull sunnetet e sabahut, të drekës, të ikindis, akshamit dhe yacis, dhe namazi i teravis, i cili falet gjatë netëve të Ramazanit. Grupi i dytë janë namazet nafile të cilat nuk janë të lidhura me namazet farz. Këto quhen edhe namaze mustahab të preferuara. Janë namaze që falen në disa kohë të ndryshme me qëllim që të fitohen sevape. Disa nga këto janë namazi i duhas apo namazi i paraditës, i cili falet pasi të lind dielli. Namazi i tehexhudit apo namazi i natës është namaz që falet pas mesit të natës. Tahiyatul masjid është namaz prej 2 rekateve i cili falet me rastin e vizitave të xhamive. Përveç namazeve sunnet të 5 kohëve, ka dhe namazet e tjera. Këto quhen namaze nafile. Falja e këtyre namazeve është shumë e rëndësishme për forcimin e lidhjes me Allahun fuqiplot dhe dashurisë së profetit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu, këto namaze bartin me vete shumë sevape. Në një hadith kudsi, Allahu i Madhërisëm thotë: asgjë nuk e afron më shumë robin me mua se sa kryerja e asaj që unë ja kam bërë obligim atij. Edhe robi im vazhdon të më afrohet duke kryer vepra vullnetare apo nafile, derisa unë ta dua atë, dhe kur ta dua, atëherë unë do të bëhem veshi me të cilin ai dëgjon, syri me të cilin ai shikon, dhe duart me të cilët kap dhe këmbët me të cilët ec. Kësaj ai dëgjon, shikon, rrok dhe ec përmes meje. Kur mund të falet namazi nafile dhe si falet ai? Namazi nafile mund të falet në çdo kohë, përveç në 3 kohët kur është e ndaluar të falet namaz. Namazi nafile mund të falet nga 2 ose 4 rekat, por më e preferuar është nga 2 rekate.